Ledjo, do plas tani në ekran, 2 arsye për cilat ti e këtu sonte. Po. Ja ku janë, shikojeni, ja pse është Alinda Lili sot piktori pa zakont. Po. Kjo janë këto hurmat për shembull. Bleri hurmat këtu jemi këtu je në ekran Alind. Kjo është arkitektura. Alind në ekran çfarë është? Po, kjo është arkitektura e ky trekënd që janë ato 3 hurma këtu. Po. Kujdes, do ta djegësh Agimin, do ta Jam djegësh. duke i promovuar se mashallah shqyr, po sot ka marrë për të folur për Vegjelin. E Vegjelin domethënë. Jemi në minutat e fundit, Alind të lutem. Po. Dhe tani do ta festoj. Këtu për shembull kam projektin. Po. Ja kam marrë në këtë vit jubilej që jemi 101 vetori që festojmë bashkë me çunat, për të paraqitur para Vegjelisë popullit, këtu te zona juaj, domethënë që na dëgjojnë audienca, një projekt, projektin e shekullit 3. Më falni që po flas pak shpejt. Jepi shpejt. Projektin e të ardhmes të lavdisë tonë patriotike, që të mund të rezistojë brezave pa humbur dhe pa asimiluar në vite me kalimin e kohës. Ky është maketi i një projekti. Kamera në Tu kemi Skënderbeun. Kamera në stup do të afrohet sepse Skënderbeu fare i vogël e dio. Ledios, po ta afroj. Ledo të lutem pak zoom tu të Skënderbeu. Po duhet ta afrosh pak te kamera i ta shohim. Nuk e di nga është kamera. Ja, mbrapa teje, mbrapa teje. Po, këtu mbrapa. Afroje pak. Hiqe urmën, hiqe pak urmën. Ja, ku është urma? Bravo. Jo, këtu të lutem. Tani do e kapim Skënderbeun. Ky është maketi, ky është maketi. Skënderbeun miniatur, bravo. Ku kemi Skënderbeun që kaloron në trojët e veta. Agim burga bërdo. Po, shumë e bukur. Skënderbeu është faktikisht pak a shumë Kjo është një vepër muzeu, $1.000 ka koston e vet. Është një rimish. Të flasin kështu, po jo, se qeshin do, po. Jo, s'do ta blis, unë e blej në kin më lirë. Jo, nuk ka lirë se kjo është krom dhe flori, është krom dhe flori, krom gjaku që vdesin. Kjo është një reminiscencë i punimet kineze, ato janë mjeshtra, ato dhe në kokrën e Urizit, dhe unë të uroj, sepse vërtet ky është një pretendim i mirë shumë për profesionalizëm. Tu është pelerina Skënderbeut, jo vetëm Skënderbeu, ka dhe pallën aty. Pelerinë. Po, ka dhe tani këtu Skënderbeu që kaloron trojët e veta, ky është relievi shqiptar. Mund të jetë edhe çik det tu të bëja diçka, po s'kemi kohë. S'ka problem. 3 hurmat përfaqësojnë 3 arkitekturat. Cilat janë? Për ato që sugjerojnë në të ardhmen, ato që pamët e fotoja. Kam këngulur të forma hurmës, se për ato forma sferike që në mund kësha silë me portokale, me gjera tjera, po erdhe ato hurma, se hurma më duket pak i frut, po ta ka fshem tu ka fara brënda, është i frut pjellor. është një, mua më duket si gru me barë, po ta mendosh një hurmë. Tani apo jo jemi në përvitorin e parë të shekullit 3. Pra në i farë mënyrë duhet jemi edhe në fazën e konceptimit të ardhme sonë në i farë mënyrë. Se po të kuptojmë para 100 vjetësh disa burra patriot për e vërteti, diskutonin për pavarësinë dhe armërdhërinë e këtyre trojeve, që emrin ja vunë Shqipëri. Ndërsa sot po të vazhdojmë prapë me këtë stil, hezitoj, ta them, po mendoj se dalim pak jashtë mode. Unë vete provova, se mbushim një shekull. Nuk mundemi me shekull në ri me emancipimin e botës, djejse me një mënyrë. Se duket pak si karoca me të shtyme. Bravo. Se e kam para do të lartë. Pra sot, pas 100 vjetësh, mendoj se duhet formatojme që të bisedojmë për promovimin e vlerave tona. Ëndrave, dëshirave, të shqiptarëve në përgjithësi. Ne sot jetojmë në një botë vrullshme më shumë se kur, ndonjëherë. Dhe gjithmonë me më pak kufi, po ta mendojmë shumë. Pse ke shkuar të mund t'i thashë të pa... Po mund ta them, po do vonoja 10 minuta tjera, do folja më ngadalë, isha momente këngëtarie. Jepi. Këtu sot jemi para Vegjelisë, këto mund të flas live para të mëdhenjve. Shumë mirë, jepi. Pra jemi gjithmonë me më pak kufi. Kësarave ka punuar. Me këtu dua të them që po mos formatohemi, ekonomia e tregut do na detyrojë që t'i kreditojmë gjitha asetet tona, dhe në fundit bile za e nënë në Shqipëri t'a lejmë me kredit, t'a lejmë bankës botërore, ose diçka e tjetër. Se ishën e sazane t'a lejmë parin, po, si Greqia për shumë, që ishë dhe ishesë. Po ne vetëm një ishull kemi, s'kemi shumë. Për që ndronë temën tënde. Tani, ky projekt konsiston atë që e kam menduar unë, pavarësisht nga dëshirimi si artist gjithmonë. Që nëpërmjet këtyre arkitekturave, që ishën dhe të Ledio të foto që e sugjerova, që sugjeroj të realizohen gjithmonë, që formoj një trekëndësh vlerash dhe konservimi lavdije patriotike, që mundëson lidhjen e tëra hapësirave shqiptare në vetvete nëpërmjet një rrjeti informacioni, komunikimi, si dhe promovimi, duke formuar një network Shqiponja shkuqezi. Domethënë një gjuhë përbashkët. Në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni. Po, kështu e kam menduar, që një tjetë në Tiranë, një tjetë në Prishtinë dhe një tjetë. Po kjo ç'është kjo këtu? Kjo është arkitektura, ja këtu janë për shumë. Ledio, ktheu pak mbrapa. Këto janë 3 hurmat apo jo? Po, 3 arkitekturat. Ja të 3 të këtilla për shembull. Një në Tiranë. Po ç'ka janë këto? Këto janë 3 arkitektura, për shembull, kjo mund të jetë madhe sa një stadium. Koston e ka gati për të afërt me atë të rreth 50. Ledio ke mbetë një bluzë Albani atje, po flet Arlindi po. Po. Plan detaj për Arlindin. Po pse qeshim më, se s'ka gjë për qeshtu, këtu janë. Sepse nuk të marrin, nuk ka rëndësi këto, shiko. Gjithmonë gjenit në të gjallë, nuk kem kuptuar asnjëherë. Po puna mos ai ishte kështu para kohë. Është vetëm pas vdekjes, vazhdo Arlind.
Tani, ku konsiston qëllimi im? Nëpërmjet titërkëndshit patriotik, Dëgjoj Agim, dëgjoj qëllimin. Po manitem, them drejtën, Po jo, vetëm se i them shpejt, do të pari transmetime. Ti vazhdo se unë po manitem. Po kam një pyetje të thjeshtë Do shumë. më tregoj shumë brava Agim, bravo. Nëpërmjet titërkëndshit që pretendojmë me këto 3 arkitekturat, unë mendoj që do i tregojmë në mënyrë dinjitoze Europës dhe botës kulturën tonë. Në fundit. Sa ato do promovojmë aty. Ne nëpërmjet titërkëndshit patriotik do i tregojmë në mënyrë dinjitoze ato po. Sot në Europë... Përsërit e fjalinë, gjynaf kjo, po... Duke si përmësh, po veti kam shkruar këto gjitha, duhet besosh. Ajde. Tani, po të marrim të hallën e përgjithshëm, do në situatën aktuale ku jetojmë ne gjithë. Sot në Europë, për shembull, flitet gjithmonë më shumë për bashkimin në familjen e madhe. Ne në arti kemi njohur që në vitet 60 të gjë. Pa kufi, kemi pasur performanca arti, po tani edhe në politikë edhe duhet parë në formë tjetër. Flitet gjithmonë më shumë për një bashkim në familjen e madhe, pra një rrëzim kufish në vetvete, po ta mendojmë. Me këtë projekt, megjithëse pa kufi, unë propozoj ose mendoj që do i tregojmë limitet tona, pra lavdin dhe kulturën tonë atyre. Por ama më të bashkuar se kur. Domethënë, edhe çunave prandaj sugjerova të gjë që parë që t'i tregojmë vlerat tona atyre. Po dhe të bashkuar. Sofin. Tani, po të hymë të realizimi këtyre si mund ndërtojnë që mos jemi shumë në ajër fare, se kam menduar dhe për ato se brenda, po. Në këto projekt, pretendojnë të përdojnë tani se është kjo, muhabeti që ishin këto për shumë, që isha ajo sfera. Tani, në këto projekt, do përdojnë teknologji e lartë e ndërthurur me vlerat e historisë dhe kulturës tonë. Se cile nga këto arkitektura, që isha ajo sfera ati që pam, përfaqëson në vetvete një panteon, si në forma ashtu dhe në koncept. Ka marrë të Panteoni, zotri, këtë dhe flasë dhe për arkitektët që na dëgjojnë tani, jo po vetëm për Vegjellin, ja që jemi aty Panteoni. Panteoni është në skulpturat dhe arkitekturat e parë romake, shekulli 2 të erës sonë, dhe ato arritën nga harku, që ishin specializuar, se inxhinierët romak mbashin, arritën deri te kupolat. Dhe arritën bënë arkitekturën kupole dhe i vunë emrin Panteon, do një tempull zotash. Unë tani e solla në formë Panteonin, pa ma një Panteon kontemporan, dhe të titullova Tempulli Shqiponjave. Më kupton? Tani se kështu jemi. Një tempull Shqiponjave. Grekët Panteonin të parë. Jo, Panteonin e kanë bërë romakët, Parteonin kanë bërë grekët. Tani, se cila nga to, po, mi Panteon, si forma shë. Pra, në këtë projekt, se cila arkitektur, me qënë se janë 3, do promovoj veprat, historisë dhe lavdisë të trojeve ku është ndërtuar. Se cila arkitektur do risillet në formën e një muzeu, si e pretendojnë tjetë, për shembull paraqitja se nga brenda, si dhe një rrjeti gjërë dyqanesh apo hapësira në formë koncepti galeri. Pra që nga librari, kinema, teatro, media, forume, etj. Pra që konsistojnë gjithë në këtë qëllimin e promovimit vlerave tonë. Dhe për ta mbyllur? Po, ja mbaroj. Të gjitha këto të konceptuar në shërbim të lavdis mbi ato çfarë aspirojnë shqiptarët të shekullit 3, promovojnë. I gjithë ky informacion nëpërmjet një super teknologjie promovimi që pretendojnë ta ketë për brenda. Se mirë ka këtë formë kështu. Mund të jetë dhe lart në propocion, prandaj kam sjellur 3 hurmat. Se nëse Skënderbeun këtu e kemi 2 metra, megjithëse Skënderbeun 1,64 ka qenë. Po, kështu. Edhe 64 kg. I shkurtër ka qenë Skënderbeu, shkati i shkurtër ka qenë. Kjo i bie titja 30 metra e lartë. Prandaj edhe dole të hurma, se dole kështu rastisht. Pra gjithë këto arkitektura është. Gjithë ky informacion nëpërmjet një super teknologjie që do ta ketë për brenda kjo arkitekturë. Promovimi. Pra bëhet fjalë për një teknologji 4G, unë kam shkruar këtu, s'ka më ciu me baraka si jemi tani, jemi mësuar gjithmonë më shumë. Do mundsojnë koordinimin e gjithë shqiptarëve në hapësirat shqipfolce. Po jo vetëm. Pasi edhe shqiponjat që jetojnë jashtë këtyre trojve, e kanë fjalën këtu për ato që jetojnë në Amerikë, në Europë e gjithandej. Pra në mbar botën, kur ka nevojë për informacion se çfarë ndodh në MMV, kur tu do vinë klikojnë në këto hapësira webi. Pra, kjo në vetvete do jetë një aeroport i madh gjigant informacioni. Për një gjë ju garantoj zotri, tani këto ja them kështu me kompetencë ma, Ku po shef? Po shoh kamera atje. Atje është audienca, Se këtu e ka me biznesin të gjë tani, se kjo është i kosti që ka vlerën mbi 50 deri $100 milion. Mund të realizohet deri 50 e ardhshme. Dakor. Kjo zoti Arion si kanë programuar me vëmendjen time me disa këshilla të vogla, pretendohet që një nga këto xhiroi të rreth 100.000 euro në ditë. Me se? Si me se, me këtë produktin e dyqaneve, të informacionit, dakor, një bursë të vetvete. Është komerciale gjitha. Po, është komerciale mbi të gjitha. Domethënë paratë nxjerr më shpesh se rruga Durrës Kukës. Për një gjë ju garantoj. Qofse ky projekt do vihet në vit, shumë gjëra do ndryshojnë.
Disa gjëra do dalin nga moda dhe një modë e re do filloj të kurohet. Këtu, të rohet tona. Tani ju zoti Agim Mushi mund të keni një pyetje. Po unë i kam ndërtuar edhe 2 pyetje, për shembull, ku mund të realizohet kjo arkitektura e Tiranës, meqense për Shqipëri dhe për Maqedoninë, për Shkup nuk mund të flasim. Po timi të kjo arkitektura e Tiranës, unë dhe ja them për shembull, se e di. Kujdes mikrofonin, Arlin, se hoqë mikrofonin, vëlla. Ku do flasësh? Mikrofonin. Po çej tani. Për shembull, Skënderbeu, ai të shesh, jo ky këtu. Megjithëse janë nisë. As Majtas, se jemi për temën patriotike, as Djafas. Sigurisht. Qytetaria. As të mbrapa nga gjiri i Virgjëresave, që është e liqeni. Se është nga liqeni. Po vetëm drejt para nga shtret Bulevardi i Ri, ku është duke realizuar. Në fund bulevardit, kjo të jetë një pol. Këtu aty mund të formohet pol i ri i Tiranës. Në fund atje ku do bëj Lulbasha te lumi atje, te Do lumi. bëhet asnjë gjë, po do bëhet kjo. Kjo do bëhet atje. Sa atje s'do bëhet asnjë gjë, atje janë ca godina. Tani kujt ja propozon ti këtë që ta mos duket e gjitha kjo teori. Qismavore. Kujt? Qismavore. dakor. Mdhënve, atyre që marrin vendime. E bëjmë mbyllim atëre. Jo, e sa shkosha dhe çfarë pretendoj unë fundit, se pse erdha unë po flas shumë gjërash. Kujdes mikrofonin. Tani ne jemi të varfër zoti Aroni, varfër shumë kështu, erdha biles ta praq. Po atë bluzën, përveç- pse e ngre bluzën i tregon Po barku? mos skuq tani me tregu lagurisin tonë, po që jemi kështu cop. Dakor. Tani çfarë pretendoj unë? Unë nëse realizohet kjo gjë, unë pretendoj për shembull marri çmim artistin numër 1 në Ballkan për shembull. Si fillim. Një medalje të vogël nga shqiponja shqiptare. Dhe kaq para. Kaq. Sa? Shumë Sa pak. me mulu lagurisin, e ke parasysh asgjë më shumë. E i madh. Po. Daulxhiu fjalë fundit, ti hape këtë emision, ti do e mbyllësh. Ju falenderoj shumë që më ftuat të emisionin në Po Zonë e Lirë. kujtoj njerëzve që vinë tani që se kanë kap fillimin sepse ke ardhur sonte. Unë sot kam ardhur këtu që për ndihmë që ta vinë dorë në zemër për punën e shtëpisë, jetëm një mamë me motër, me një Le do të dhamë. nxjerrësh kashen tani. Dhe dua ta falenderoj atë kush se harrova për momentin emrin. Blendi Klosin, deputetin e Durrësit, Partia Socialiste, të cilin e morën në telefon dhe ai u tregua shumë i mirë. Po, dhe dua ta falenderoj shumë nga zemra. Gjeti firmën Morava, i biznesmen, që do ndihmoj Morava. Morena, Morena, ngatrova. Morena, që do ndihmoj për të bërë një shtesë të shtëpisë tënde, të një dhomës në Gjiken, në katën e partë i pallatit, te stadiumi në Durrës. Po. Sepse Rita, komshia jote e ka. Në fakt, një sekond, tani aty te Rita ka emrin 2 Rita. Një është në Itali, një është në Shqipëri. Se janë 2 Rita më fakt, janë mbap për bap komshi. Jo, shumë baron dhe kjo emision për sonde, po. Dhe një sekond lutem. Një sekond se ka dhe i fjalë, po jemi. Dhe duhet të falenderoj një bizmense që mua më ka falë të kostumin. Biznesmene? Bizmense të tregu i madh. Të tregu i madh? Të tregu i madh. Në Durrës? Në Durrës. Si e ka emrin? Në Durrës. Në thonë drejtën është anonim. A, është anonim? Dhe anonim të zume janë nxjerr. Po pse të dha këtë kostum ajo? Gjykoj që ky kostum me shkëlqim është më i mirë në ekran. Unë në saj i thashën du me dalë e Karian Çani me thonë drejtën i thashën edhe duhet një kostum i thashën, po e du me çnim të lirë disa se nuk kam lek me blet. A tha zgjidhen tha mu, e provova, edhe sa kushton, e tha nuk dua si lek. Aty ngira bitë dhe u gëzova shumë që ma dhuroi këtë kostumin. Që erdha te në emision juaj. Ata dhurojnë, nuk s'do ja kthesh prap. Jo, ma fali. Fantastike. Më fali kucët. Ka dhe njerëz të mirë në këtë vend, Më fali edhe kostumin, dhe duhet ta falenderoj shumë nga zemra ime. Fali mu njone i gjo më burë me Dhe një sekond të janë tani të lutem, për djalin që kam thonë, unë kam një djal, kam thonë që kam një djal, atë djalin unë me thonë të drejtën, se s'du të shumë, ja kam ish grua se nga puna, për si puna të që qëta se kam pak pensionem. A, ke që atësin? Atësin nuk dyshoj që ishe fëmija ime, dhe nuk është fëmija ime. Ja oqa fëmin. A, sepse dyshon që është fëmija jotë? Jo, dyshoj që nuk ishe fëmija ime. Po pra, dyshove që nuk ishte fëmija jotë? Jo, nuk është fëmija ime. Dhe ka tani aja, me thonë drejtë për të thënë live tani, që ta di, ka aja nuk është një Itali dhe është prostitut fare. Trollë fare më mbetë. Grua e parë? Po. Dhe djallë nuk kam fare. Tani, falet dhe sekund të lutem, unë që kam kërkuar grua,
e kam bë me anë gazetët Paloma. Dhe gazetën Palomën do ta falenderoj shumë. Dhe ditën e shtunë, nesër me thënë që është dita e shtunë, unë kam nxjerrë emrin në gazetë që dua grua. Dhe tani kush do ta ndjekit në live? Unë jam Majari që kam... Nesër te Paloma? Te gazeta Paloma. Do dalësh nesër ti që thua dua grua. Po, dua i grua, që më abet që teti vuajtë. Ardi ise ose. Historinë tënde ata që se kuptojnë... Kam pak edhe me mëson të më falë, kam edhe pak me s'ka problem, jo shumë i mirë, dëgjoj. Allah ta shpërblet të inshallah. Jo, faleminderit, dëgjoj tani. Tani, ata që se kuptuan mirë tani se çfarë the, do e kuptojnë mirë pas pak orësh në orën 11 që është ritransmetimi i këtij emisioni, se ti ke folur i parë në këtë emision. Po. Sigurisht, po unë doja që të respektoja dhe në fund, të dash fjalën prapë në fund. Shumë faleminderit. Prit sekond. Pyetja ime është e thjeshtë, ti erdhe sonte këtu siç na the për të kërkuar gruan tënde të pesë sepse janë ndar nga 4 gra. Po. Dhe për të kërkuar që të mos jetosh me maman tënde në varfëri dhe në mjerim siç jeton tani, te stadiumi edhe por të kesh mundësi të bësh një shtesë të... Një shtesë. Ashtu, një tip balkoni të mbuluar apo. Po, të mbuluar, ti do të... Blend Klosi dhe firma Morena na premtuan publikisht që do të ndihmojnë. E falenderoj shumë nga zëri. Dhe Vagjush Dako, dhe kryetari i bashkisë. Dakor? Unë t'i jap numrin e këtyre aty pa merak, nuk do të lëpaj. Ashtu. Allah ta shpërblet inshallah. Allah ta bëv Zoti. Tani, problemi është ky. Pyetja ime tani në fund, nga që më bëre punën e djalit, që në fillim the kam një djalë, tani the dyshoj që është djali im, nuk është më, dhe ajo punon prostitutë për gruan e parë në Itali. Atëherë unë këtu fillova, dyshoj pak. Dhe tani pyetja ime është e thjeshtë, a mos dosh apo e bën të gjithë këtë që ke filluar në YouTube, që del, që kërkon gruan e, mos e bën këtë për të bërë i famshëm dhe ne... Jo, me thënë drejtë, tani unë do të them të drejtë, më thuaj vërtet cila është. kur lejot me fol... Hapur? Hapur? Hapur fare, po. Hapur se ka? Ishem kur bona seks me gruan. Qa bëre seks me gruan? Bëra seks me gruan. Me kë grua, se ke pas 4 gra, kujdes? Po, me gruan e parë. Gruan e parë. Bona seks. Dhe kjo tani mund tha, kur bona ka qenë ora 11 darkës, dhe ajo ka pas me thënë mamën e me, unë kisha një dhëmë, po edhe ato ishin fukarë. A se di ishe kolovar të gruaja e parë? Po, kolovar. Edhe aty në kjo mu tha, ngella shtazane. Unë e bita thashun, sa shpet ngellit ti shtazane? Se kjo 11. Tani sa e bom në atë punë dhe ti ngellit shtazane, i thash? Mos ka ngell me shpirtin e shenjtë. Po si ngellit shtazane ti? Sa e bërë, tha ngella shtazane? Po, sa e bërë në atë punë për shemë, por tani unë atë punë ndarke, dire më tha më ngella shtazane. Dhe këtu unë dyshova që ajo nuk është fëmija ime. Në atë moment dyshova? Po, edhe nuk është fëmija ime. Tani në është në Itali dhe nuk është. Po te i bindu që e lindi fëmijën, e ke parë fëmijën? Jo, fëmijën e ka dështu fëmijën. Pra s'ke Arjani, po ha Shqipërinë kjo. S'ka faj. Ky po ha Shqipërinë. Është e Tiranës. Do bëhet. Ky po ha Shqipërinë. Mos po çamone kështu. Në fakt s'ka faj se na bëri gjithë për... Na bëri gjithë ardi për hurma. Tani, do na thuash vërtetën çfarë po na bën se po një cirk të papar? Çfarë po na bën? Cila është e vërteta? Dhe firma mbrapsht pastaj. Po të betojmë për Zotin, unë besoj shumë në Allah. Më thuhet vërtetën tani se nuk dihet duke thënë të vërtetën, je duke... Jo, po të besoj tani, po them, në fillim, në emër duhet të falenderoj Allah, po them në emër të Allahut se unë besoj shumë në Allah, po të them të drejtën, unë, me thënë, kur i thash që bona, thash edhe një, kur bona seks me gruan, edhe kur më thanë që unë ngila, që ngila që thanë, edhe dyshova. Në fillim të emisionin a thej që ajo e ka marrë djarin me vete, the. Tani thej që ajo dështoj, e hoqi fëmijën. Tani këtë besojmë, ardin e orës 11:30, apo ardin e orës 2:30. 3 orë ka kaluar. Po tani dështo, tani kjo ishte edhe martume me kanë qenë edhe një herë martume kjo. Po kjo s'ka lidhje me dështimin. E ka fëmijën apo jo? Jo, fëmijën time se ka. E ka me tjetër një... Po ti thuhet dështoj pra, është fëmija apo jo? Po fëmijën po të se... Ngeli shtazan, thu ti. Ngeli shtazan. Ti e pe që u fri barku. Ishe një muashe. Unë, kur ngeli shtazane, në fali se kam që të shpegoj, kur ngeli shtazane... Anë tha mu... Kjo shumë rëndësishme fakti, 11-ës, mendoj. Fali se kam Jo, që të... 11 që bëri seks. Po, se në atë kohë e kuptoj. Dhe në onu 12 ajo i tha që ngela shtazan. Po, ngeli shtazane, mu më tha që unë fëmijën e kam. E kam fëmijën, tha dhe... E kam rritë. Jo, i thashën, ti nuk është e vërtet ti e ke fëmijën, thashën. Unë fëmijën të kam dështu, i thashën. Vitet ku e kam dështu, po deshet me vërtetu e kam eshtu në Durrës, e
Harroj me ti doktor për momentin. Nuk ka nëse jemi doktor. Nesër, emi doktor, e kam të shtrupi. Edhe tani, ajo e kishe fëmijën tjetër njëri, edhe në thotë o fëmija jate. Për këtë punë që nuk është fëmijë me plot. Do të mire për budall. Po. Nuk ere me grysë të bargu. Ti bie me grysë të bargu. Më mirë, më merë të... Ndryshove të thash nuk është fëmija im. Ky është kriminal fare, të bime grusë të bargu. Ndryshove të nuk është fëmija ime. O Ardi, Po. je i bindur që tani që the këto fjalë e rregullove më mirë imazhin tënd apo e prishe fare? Zarar të tëmë? Jo asgjë. Kështu mbaron me ky emision për